Debatin do ta nisim vetëm pas pak në studio, të ftuarit tashmë i kemi të gatshëm dhe po presim dhe besoj që do të jetë një debat i zgjatë. Hajde se po diskonojmë pak më parë. Por do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë për momentin me avokatën Bedria Rexhepi, që është avokate e Ferros, për rastin e tij të njohur natyrisht tashmë dhe shumë të bujshëm që lidhet me vajzën e tij. Sot ka pasur një seancë në Gjilan dhe zonjën Bedria Rexhepi e kemi në lidhje të drejtë për drejtë. Përshëndetje dhe faleminderit për këtë inkuadrim. Përshëndetje. Atëre, sot ka pasur një seancë, apo jo, për të qenë të saktë, dhe natyrisht duam të dim detajet se çfarë është ka ndodhur në këtë seancë. Po, është e vërtetë që sot ka qenë një seancë pranë gjykatës themelore në Gjilan. Duke qenë se seancat në raste familjare janë të tipit të mbyllur dhe nuk janë të hapura për publikun, nuk është që mund të jap shumë detaje për të treguar me saktësi se çfarë ka ndodhur brenda seancës, por ajo që është e rëndësishme të them është që ne si palë jemi duke i bërë të gjitha përpjekjet e mundshme përmes gjitha institucioneve për të siguruar në një afat sa më të shpejt realizimin e kontaktit të palës time dhe të vajzës së tij. Atëre, këtu një pyetje konkrete. Meqense në reagimin e fundit të Ferros ka pasur një shqetësim të madh pikërisht për këtë që nuk ka pasur mundësi të atakojë vajzën. Kur ka qenë hera fundit që Ferro e ka atakuar vajzën dhe kur mund të ndodhë që të atakojë? Hera e fundit që zotri Feronet Shabani është takuar me vajzën e tij ka qenë shtatori i vitit të kaluar. Ndërsa që nga ajo kohë deri më tani, përveç që nuk ka pasur kontakte fizike me të njëjtën, nuk ka pasur mundësi që të ketë edhe kontakte në formë verbale ose virtuale. Dhe pikërisht është kjo arsyeja pse ne kemi bërë të gjitha përpjekjet e mundshme për të aktivizuar të gjithë mekanizmat institucional për të realizuar një të drejtë ligjore të klientit tim. A ka pasur një marrëveshje për të atakuar vajzën dhe a është privuar Ferro nga kjo marrëveshje për të atakuar vajzën? Ka pasur një gjykim dhe gjykimi është i detyrueshëm për gjitha palët në procedurë. Pra, pala tjetër, kjo ka qenë edhe ankesa, do më thënë që nuk është respektuar nga pala tjetër në moment në postimin e Ferros për të atakuar vajzën. Po. Vajza është në Kosovë apo jo? Urdhata një lutem? Vajza është në Kosovë apo jo? Sipas informatave jo zyrtare, vajza së bashku me nënën e saj nuk është për momentin në Kosovë, me shumë mundësi është në Dubai. Mirë, po nuk është që e kemi të konfirmuar zyrtarisht ende nga organet dhe nga institucionet këto në Kosovë. Në seancat e ardhshme, do të detyrohen që të dy palët jenë prezent, apo mund të kryhet edhe në këtë formë përmes avokatëve që i kanë zgjedhur? Në parem, çështjet e fëmijëve në situata të tilla, është me patjetër që të jenë prezent të dy palët, jo për shkak se është e nevojshme tani e falë në procedurë, por që për të bërë ekspertizat e ndryshme, si dhe për të japur mendimet e ekspertëve nga qendra për punë sociale dhe nga psikologët, fëmia duhet të jetë prezent. Po gjithsesi, në gjithë këtë, cili ka qenë një qëndrim i palës tjetër, a ka pasur një komunikim sa do të vogël? Deri në këtë momenti kur po flasim, ne kemi pas mundësi të komunikojmë vetëm me përfaqësuesit e palës tjetër, por jo direkt me palën. Jo direkt. Kështu që pritën seanca të tjera dhe zhvillimet të tjera. Ne po ju falenderojmë shumë për këtë inkuadrim sot dhe për këto informacione, për aq sa mund të flasim për momentin. Faleminderit shumë për korekcinë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.